temperaturat për maksimale të ajrit, ndërkohë që temperaturat minimale apo ato të natës pritet që kulmin ta kenë përgjatë mëngjesi i sotëm, i nesërm dhe dita e njëjtë në mëngjes, pritet që temperaturat të shënojnë deri në 21 gradë. Pra janë të thëna ndryshe si temperaturat e korrikut apo netë tropikale që jemi mësuar t'i përjetojmë kryesisht përgjatë muajit korrik. 21 apo 41? 21 temperaturat minimale. Minimale, okay. Ndërsa maksimalet shkojnë deri në 36. Nuk afrohemi në vlerën e 40-s. Këto janë për Europën perëndimore. Franca është ajo që merr forcën më të madhe goditëse të kësaj vale të nxehtit, ku edhe temperaturat shënojnë rekorde sa i takon muajt në të cilën ne ndodhemi, ndërkohë që për vendin ton temperaturat pra shkojnë deri në 36 gradë. Sigurisht që temperaturat e kësaj jave janë më të larta se sa mesataret shumëvjeçare edhe për vendin ton, janë 3 deri në 6 gradë më të larta, kjo në zona të ndryshme klimatike sa i takon vendit ton.